Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Falendrojmë Allahun fuqiplot, Allahun e falendrojmë, Allahun e adhurojmë, Allahun e madhrojmë, prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona të përzemërta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e dërgojmë. Familjes e tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e ndjekin, rrugën e tij dhe e pasojnë. Vëllezër, për hir të Allahut, në fillim më mundsoni ta këshilloj vetin tim pastaj juve, që ta kemi frikë Allahun te bareke ve teala, ti friksohemi Allahut subhanahu wa taala me një frikë të sinqertë. Ai i cili është i devotshëm, e ka devotshmërinë, i friksohet Allahut, u përmbahet rregullave të Allahut, i realizon urdhrat e Allahut, u largohet ndalesave të Allahut subhanahu wa taala, ai shpirtin e tij e ka nderuar. Pra shpirti i tij nderohet. Pastaj peshoja e tij bëhet e rëndë në ditën e ahiretit. Pozita e tij rrihet, fama e tij rritet dhe aq më afër Allahut afrohet. Nuk do të dështoj ai i cili ka devotshmërinë, nuk do të dështoj ai i cili është takva, i devotshëm, i friksohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe nuk do të ketë sukses ai i cili e neglizhon devotshmërinë. Pa devotshmëri sukses nuk ka, me devotshmëri arrin suksesi me lejen e Allahut te bareke ve teala. Thot Allahu azza wa jall: fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Pra friksojuni Allahut dhe keni frikë Allahun, o ju njerëz të mendjes, o ju njerëz të inteligjencës, o ju që keni mend, pse që të shpëtoni. Kush dëshiron shpëtim këtë dynja dhe në ahiret, Allahu duhet pasur frikë. Pa frikë, pa takvallëk, dikush me të pyet takvallëk çka është, devotshmëri, me i realizu urdhët e Allahut dhe me u largu ndalesave të Allahut. Pa devotshmëri nuk ka shpëtim, as dynja as në ahiret. Pse? Se ai i cili nuk përmbahet urdhave të Allahut, nuk shmangë ndalesave të Allahut, ai njeri meriton dënimin e Allahut te bareke ve teala dhe për të shpëtim nuk ka. Ne jemi vëllezër në një muaj të begat, në një muaj të veçantë, të cilin Allahu subhanahu wa taala ka begatuar me shumë të mira dhe nga muajt e tjerë Allahu e ka veçuar. Ky muaj është muaji i Ramazanit, të cilët ne po i kalojmë një pas një javë kalojnë nga ky muaj i bekum. Dhe ditët po kalojnë shumë shpejt. Hym në javën e dytë të këtij muaji të bekuar. Është një muaj me një rëndësi dhe shumë pozitë lartë tek Allahu te bareke ve teala. Është një nga kohrat më të bekuara të vitit. Nuk ka kohë, muaj që ti mund të jesh më i ngritur se sa në këtë muaj. Fatkeqësisht shifet se pak ja dim vlerën dhe rëndësinë. Shifet se pak po ja dim kimetin këtij muaji dhe pak tregojmë dashurinë ndaj këtij muaji të bekuar, ndaj këtij musafir të rëndësishëm që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala dhe që na i ka dhënë neve. Është një treg Ramazani, një treg fitimprus. Është një treg fitimprus normal për ata që e shfrytëzojnë. Për ata që e shfrytëzojnë dhe është shkatrues për shpritrat e atyre që sillen me mëkate dhe arrogancë. Kush këtë muaj e shfrytëzon, ai shumë tijaret i madh me Allahin ka bo. Shumë tregti e fortë me Allahin ka bo. Ma ai i cili këtë muaj e neglizhon dhe vazhdon me mëkatet e tij dhe arrogancën e tij dhe Allahu te bareke ve teala, shpirti i tij është shkatruar. Dhe ai posedon një shpirt të shkatruar waliadhu billah. Ky është një muaj që i tejkalon të gjitha muajt e tjerë, vetëm me një natë. Ju i tanë Ramazani, po një natë e këtij muaji, ose përmes një natë të këtij muaji, i tejkalon të gjithë muajt e tjerë. Po ku me gjithë Ramazanin, është nata e Kadrit. Khairu min alfi shahr, ajo natë është më e mirë se 1000 muaj. Vetëm përmes natës e Kadrit i tejkalon vlerat e muajve të tjerë. Para mendoj po edhe me ditët e tjera të Ramazanit. Se i lumtur është ai që e ka agjeruar këtë muaj të bekuar, pa pikë dyshimi në mënyrë të saktë, për pushmëri me Kur'anin dhe me Sunetin,
Sa i lumtur është ai i cili këtë muaj agjeron çashtu siç e ka xhuruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tashmë tham një javë ka kalu për këti mujtë bekum. Një javë ka kalu, ja kemi hy në javën, tash hymë në javën e dytë të këti muaj të bekuar mujtë të Ramazanit. Ka fituar ai që është kapur fort për litarin Allahit te bareke ve taala. Ka fituar ai cili pra i është përmbajtur Kur'anit, Sunetit dhe këto ditë miri ka shfrytzuar. Mirë për ati i cili gjatë tyre ditëve ka rëshqitur dhe ende nuk dëshiron të vetëdijsohet. Dhe ndërmend e ka edhe netët dhe ditët e tjera t'i kalon si që i ka kalu këto ditë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala me një hadith kutsi: o robrit e mi, janë veprat tuaja që unë i regjistroj për ju dhe pastaj unë u shpërblej. E fale namazin? E fale. Nuk e fale për mu. As për dikë tjetër. As që dikush ka nevoj për namazin tënd. As që dikush ka nevoj për namazin tënd. Por është një obligim të cilin obligim ti e realizove dhe për qatë obligim Allahu ty do të shpërbej. Thot Allahu, unë jam ai që i regjistroj veprat tuaja të mira, pastaj u shpërblej. Kush gjen mirë, le ta falendrojnë Allahin. Kush gjen keq, le mos ta fajsoj dikë tjetër pos vetin e tij. Edhe njerë, kush gjen mirë, le ta falendrojnë Allahun. Kush gjen keq, le të mos e fajsoj dikë tjetër pos vetin e tij. Pse? Ke bëve për të mirë, do shohësh mira. E do thush elhamdulillah. Po ke bë keq, vin të këqijat. Mos thuj filani pishmani. Por ti ai që më katove Allahun. Ti ai që këto ditë dhe këto net nuk i shfrytëzove, dhe ti ai që meriton dënimin dhe shkimin e Allahut nëse ti urdhrave të Allahut nuk u përmbahesh. Se ne shumë kolla e kemi, për pak shumë me një filani pishmani. Jo mërë, jo. Edhe shejtani në ditën e ahireti, kur do të drejtohet banorëve të xhenemit, kur do të aman khutben, se shejtani do maj khutben e tij, do maj khutben xhenem, do drejtohet xhenemlive. Unë ju thira, festegjeptuni, dhe ju mu përgjigjet. Unë vetëm ju thira, edhe ju mu përgjigjet. Fela të lumuni, po lumë e fusekum, gjërsa shejtani në akhirat do thote mos më fajsoni mo, po fajsoni vetin tuj. So une vetëm u thira, ju merdhet, ju më pasut, ju më ndoqet, ju fjallët e mija, mendimet, vezveset e mija, cytet e mija i pranot. Andaj, mos më fajsoni mo, fajsoni vetin tuaj. Robert Allah, ta falendrojmë Allahun te bareke wa taala për begatit e ti në fe dhe në dynja. Sa të mira që Allahu subhanahu taala na i ka dhënë në dinin në fejnë e ti. Një prej begative, shife ambientin gjatë mujtë të Ramazanit. Si kur i gjithë ymrit kështë qenë Ramazan, tanë ymrin do ishim kështu. Por vetëm një muaj është Ramazan, edhe një muaj shife mi ma shumë. Një muaj është Ramazan, edhe një muaj vetëm po ndryshojmë pak ma shumë. Po si këtë kështë qenë gjithë jeta, ose gjithë viti Ramazan, për herë këshim qenë që ashtu si qemi tash për Ramazan. Shifi këto begati që Allahu subhanahu wa taala në i ka dhënë, në fejnë e ti, për edhe në dynja. Të mirat, të panumarta që Allahu në i ka dhënë, në familje, në pasuri, në shoqëri, në kojshi. Si këtë të mundohemi të numrojmë, wallahi nuk do të arim kur asë njëherë. Andaj, të jemi mirë njohës dhe Allahu te bareke wa taala ta falendrojmë për gjithë të mirët pa numërta. Ky madhi Zoti i madhi Allah na ka dhuruar pasuri. Na ka dhuruar pasuri. Pse? Për ta përdorur në atë mënyrë ashtu ai si çdon dhe për t'u bindur atij. Dhe ta përdorim brenda kufive dhe kornizave të dinit të tij. Ora unë punoj e ime është jo jarani, së shjote, është Allahit. Allahu ta ka falë. Allahu ta ka falë në fakër.
Allahu ta ka caktuar riskun, Allahu ta ka dhënë shëndetin me punu dhe pasurinë me fitu, Allahu ta ka dhënë mundësinë që ti me punu dhe nafakën me kërku. Gjithë shka është Allahut, ne kur gjë nuk kemi. Shëndeti Allahu na ka dhënë, jetën Allahu na ka falë, familje, fëmijë Allahu na ka dhënë, pasuri Allahu na ka dhënë, men Allahu na ka, gjithë shka Allahu. E kur gjë nuk është e jonja. Nuk ke të drejtë në asnjë farë mënyrë të thësh është e jemja është. Jo, është në risku nafaka që Allahu ty ta ka dhënë. Pasuria është mbështetja e fesë, ose në fe, mu të themi dhe në këtë botë. Prandaj duhet njohur të drejtën dhe ta shpenzojmë aty ku duhet. Thotë Allahu te bareke ve teala: "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi wa khayran wa a'zama ajra wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim." Çfarë do të mirët që të përgatisni për veten tuaj, a do ta gjeni te Allahu. Gjithçka çka ke bën këtë dynja, çdo kush prej nesh kemi bërë diçka. Pasi që jemi musliman, edhe të jo musliman bëjmë punë të mira, dhe jo musliman bëjmë punë të mira, apo 2 muaj sa në keqat. Po paramendohet nisi musliman me besim, me bindje. E gjë kush kemi bo gjëra të mira, Allah i pranon dhe në dhash sinqeritet. Atë të cilën e ke bo, dhe sa ke bo, dhe çka ke bo, ndije se atë do ta gjesh. Atë e ke bo për vetin tënd. Për ty e ke bo. Para se ta japësh një lëmosh, një sadaka, për një të varfër, për një jetim, për një të afër nevojtar, para se ta mrin ajo në dorën e nevojtarit, ajo mrin dur të Allahit. Para se sadakaja, ndihma jote, mrin në dur të nevojtarit, ajo mrin dur të Allahit te bareke ve teala. Andaj, a do ta gjeni te Allahu? Si do ta gjesh? Me të mirë dhe me shpërblim, me një shpërblim të madh. Pse? Ke dhënë, ka me të dhënë shumë. Ke dhënë, ka me të tashtu shumë. Ke dhënë, ka me të ndihmu shumë. Prandaj kërkoni thot falje nga Allahu, se Allahu është falës dhe mëshirëplot. Ky muaj, vëllezër, është muaj në të cilën garusit garojnë me vetin në vepra të mira. Është muaj në të cilin njerëzit me adhurime mundohen sa më shumë t'i afrohen Allahut. Në këtë muaj paraqitet një farlloj xhelozie e hajrit e mirë me besimtarët, kush më shumë Kur'an do të lexon, kush më shumë namaz do të falet, kush më shumë dhikr do të bën, kush më shumë namaznate do të bën, kush më shumë sadaka do të jep. Pra garusit garojnë me zvete për vepra të mira. Një nga adhurimet më madhështore gjatë këtij muaji të bekuar është edhe sadakaja, shpenzimi i pasurisë në rrugt të Allahut te bareke ve teala, dhe mund të vreni gjatë muajit të Ramazanit, mashallah, bereqet. Çdo vend, vetëm pak nëse ndalesh edhe shikon se çka ndodh në botë, rrjetet sociale, ku të shikosh? Dhe qefi më i madh, egzimi më i madh i çdo nevojtari kur vjen Ramazani, se e din është muaj ku hapen zemrat e njerëzve dhe ndihmojnë rrugt të Allahut te bareke ve teala. Një prej adhurimeve më madhështore është shpenzimi i pasurisë rrugt të Allahut subhanahu teala në këtë muaj të bereqetshëm. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dhe në pasuritë e tyre ka një të drejtë që i takon, që i përket lypsarit dhe të privuarit. Sadakaja, vëllezër, e shuan hidhrimin e Allahut te bareke ve teala. Mos haro kët. Se kur ti kesh këto informata, këto dhëna, këto njohuri, edhe veprën kur e bën tamam, e bën siç duhet. Merë kur e një formën e faljes namazit, dhe kur e fal namazin sipas formës që ti e ke mësuar, ndryshe fal namazin. Kur s'din xahir, hajde, çish bën tjerë ç'është edhe ti. E kur jep edhe sadakan, që është lloj ibadeti, adhurimi, dhe e jep me dije, me dituri, është ndryshe. Sepse si xahil, si ignorant mundesh me gabu, dhe me hupat si vepër e mirë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: sadakaja tudfi ghadabi rabbi, e fik zemërimin e Allahut. Allahu me ka një zemërum për ty, ose me ty, me sadakan që jep, fiket hidhrim nga Allahut. Si e hidhron robi Allahut? Me mëkate. Kush nuk është mëkatar? Gjithë jemi.
me dhenjën e lëmoshës sadakas, e fik hidrimin Allahu te barek ve taala që është hidruar me ty për një mëkat që ti je ke bo. Ashtu ka thënë siç e shuan siç e fik ujë zjarri. Kështu e ka përshkruajtur. Sadaka e që për rrugt Allahut e fik e shuan hidrimin Allahut sikur ujë zjarri. Një përshkrim më të mirë që nuk mund të gjesh, që më shpejt. Normal, nëse e jepet në sinqeritet, nëse e jepet për Allah, nëse e jepet fi sabilillah. Allahu subhanahu wa taala ka dhënë një shembull mirë për çdo kë që kontribon rrugt Allahut. Shembulli atyre mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat 7 sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shembulli atyre që shpenzojnë pasurinë e tyre rrugt Allahut është si një kokër gruri që mbin 7 kallim, në çdo kallim 100 koke. Këtë shembull pse ka dhënë Allahu? Ky shembull është për të gjithë ata të cilët i binden Allahut dhe kur japin diçka në rrugt të Allahut e kanë parasysh. Lajam, s'lash çukush diçka kimi dhani, mi mundu. Ndoshta i ke vërej rezultatet pastaj, ndoshta ti nuk e vërej. Pra që ty çtohet e mira. Po jo që ty nuk të ndodhë ndonjë fatkeqësi, bela në fëmijë, në familje. Po jo që ti rruhesh, është se ti ke dhënë diçka rrugt të Allahut te bareke ve taala. E ke fik, e ke shu hidrimin Allahut dhe Allahu subhanahu wa taala ta shton pasurinë. Ma në ka sadaka tu mi mali, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sadaka nuk ta pakson pasurinë, është e kundërta. Bazuar në ajetin kuranor se sadaka ta shton pasurinë. E veçanërisht në këtë muaj të bekuar. Këto ditë, këto net, vëllezër, ne duhet i shfrytëzojmë me shumë adhurim, me shumë ibadet, me shumë sadaka dhe vepra të mira, me qëllim që të fshihen mëkatet e të kaluarës dhe të arrijmë dhe të fitojmë mëshirën e Allahut te bareke ve taala. Ky muaj nuk i ngjan asnjë muaj tjetër. Ky muaj nuk i ngjan asnjë muaj tjetër, ose themi asnjë muaj tjetër nuk i ngjan këtij muaj. Ky muaj është i veçantë. Kjo është një muaj i madh, i rëndësishëm dhe i shenjtë, një nga kohrat më të begata të vitit. Walillahil hamd. Një javë shkoi. Një javë shkoi. Prej nesh që këtë javë e kemi shfrytzuar shumë me lexim të Kuranit, me dhikr, me sadaka, me punë të mira, me namaz dhe nafile. Prej nesh si agjerus që nuk i kemi shfrytzuar shumë. Jemi rujt edhe gjina dhe harameve, ama edhe s'kemi shfrytzuar shumë, s'kemi shtu shumë vepra të mira. Ndoshta hiç Kur'an s'kemi lexuar. Ndoshta asnjë sadaka s'kemi dhënë. Ndoshta hiç namaz nafile s'kemi bërë. Prej nesh si agjerus që kemi guximin edhe në Ramazan Allahun me mëkatu, që kemi guximin edhe në Ramazan Allahu gjina me i ba, që kemi guximin që me konsideru Ramazani vetëm një muaj ku e ndërpresim hajjen dhe pijen, sepse kështu po bëjnë bota dhe kur gjë tjetër. As-sawmu li wa ana zibih, ka thënë Allahu subhanahu wa taala hadithi kutsi, agjerimi është për mua, më përket, dhe unë jam ai i cili shpërblej për agjerimin. Mos të kërkojmë shpërblim për agjerimin që kuptohet vetëm ndërprerje të hajjes dhe pijes, gibeti, përgojimi nuk ndalet, shikimin harame nuk ndalet, të menduarit keq për të tjerët nuk ndalet, vjedhja nuk ndalet, mallkimet nuk ndalet. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për një agjerim të tillë. As që kjo agjerim dhe të pranohet e ka Allahu te bareke ve taala. Thot agjerimi më përket mu, është për mu. Agjerimi për Allahun si adhurim dhe të ti sinqert. La jam, këtë ibadet e bon për Allah. Edhe prit të shpërblimin për Allahu te bareke ve taala. Men sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron muajin e Ramazanit me iman, me besim, pse agjeron? Se Allahu ta ka obligu, Allahu fars ta ka bë. Dhe me shpresë se për realizimin e këtij obligimi i madhi Allah ty do shpërblej.
Allahu ty të shpërblej. Pra ti do të vjetë i shpërblimi në dynja dhe në akhirat. Prandaj vëllezër, bëni mirë, na që kam mbetur nga ky muaj i bekuar, që të na falen gjunahet, na falen mëkatet dhe të arrihet kënaqësia Allahut te bareke wa taala. Gjithë shka që ka bëjmë për vetin tonë bëjmë. Nëse edhe këto 3 javë i mirë shfrytëzojmë, i mirë përdorim, kohën e shfrytëzojmë, aq më shumë angazhojmë me adhurime, hajër për ne. Jo, sharr për ne. Vitin e ardhshëm kina me shpresu me arrit. Inshallah arrim Ramazanin tjetër. E arritëm. Pse mundohemi të tregohemi, të shtiremi kim se po e dumi Ramazanin, e kur vjen Ramazani, haku nuk japim. Është muaj i veçantë, i mbushet me plot begati, mirësi dhe me adhurime. Allahu subhanahu wa taala na ka obliguar me obligime të ndryshme. Këtyre 7 ditëve a u adhëm hakun ajo. Gjo kushtet ta pyse vetin e ti. A u adhëm hakun këtyre 7 ditëve ajo. Apo njëtë si Ramazanit të tjere, pas të kur të kaloj ky Ramazan, u krybe i bekumin. O krybe, shkoj, shumë shpejt shkoj i bekumin. Po, si që ka shku të Ramazan dhe kjo do shkoj. Po tash po të regohesh si besimtari dhe voqë që shumë e donë këtë Ramazan, Allah ta mundësoj të arisish. Sa faqin nga Kurani lezohen. Sa her istighfar ditën bone. Sa her falje kërkove. Sa sadaka, sa lëmoshdaj. Sa jetima gjatë ti muaj i kujtove. Sa të varfur i vizitove. Sa të afër tuaj që janë të varfur nevojtar të ju ndihmove. Mos haro se sadakaja më e mirë është sadakaja për nevojtarin e afër. Kemi i varfur jabanxhi, i huaj, dhe kemi i varfur i afërt, familjar. Një prej gabimeve që bëhet, me çfarë qëllime, Allahu e di më së miri, i kontaktohen të varfërit anë mban botës, në Afrikë, në Bangladesh, në Pakistan, kojshi e ka gjalin i migjës, ose dajen, që vuni grati, ka vështirësi, qa që ka në fakën, e ati nuk i ndihmon. E unë thot po shpërndaj po jap sadaka në Bangladesh, Pakistan. Kojshi e ke familjarin tanë nevojtar, që ka nevoj për ndihmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja për të varfurin është sadaka. Për të varfurin jabanxhi, sadaka. Ama sadakaja lëmosha për të varfurin afër familjar është 2. Sadaka dhe mbajtje e lidhjeve familjare fare fisnore. 2 shpërblime. Sa forcohet lidhja familjare kur ti si më i pasur i familjes, ju ndihmon familjarëve tu. Ato a kanë me dash për interes, pa interes. Ata kanë nevoj dhe ti e ke për detyrë. Më shko tërmat e poshtë kur ti e ke nevojtari në fërteje. Dhe se ti ke 2 shpërblimet e aj. Sa lidhje familjare janë prish për shkak se kanë dëgju se po ju ndihmon nevojtar dhe në mbambotës, e ati s'po ju ndihmon si familjar. Po. Edhe të turejnë. Ama ti atë e nënçmon, e nënvlerëson se e është një i varfur, edhe pëse është familjar, po është i varfur, dhe ti e shef sa i ka me ngarin mas teje. Mos. I ke 2 shpërblime, mos i humpë. Andaj, njëherë kujtoj ata, pastaj të tjerët. Thanë kjo muaj është muaj i garës, mes të devotshmive. Muaj ku të mirët shpejtojnë për të afruar tek Allahu te bareke wa taala. Për të afruar tek Zoti i tyre me lloj të ndryshme adhurimesh, ibadete. Bamirësi, agjerim, lexim Kurani, namaznate, lutje, përulje, shpenzime, bamirëse, duke u ndihmuar nevojtarëve, jetimave dhe kështu me radhë. E një nga
adhurimet më të rëndësishme që nuk duhet ta neglizhoni gjatë këtyre ditëve që kanë mbetur është sadakaja. Ju e dini veçanërisht në 10 ditët e fundit pejgamberi sa është përshkruajtur më i shpejtshëm se fryma, se era në sadaka. Çka ka vrapu për të shpërndarë sadaka në 10 ditët, 10 netët e fundit. Veçanërisht. Gjoher ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sadaka. Kur i ka ndihmu një anit, kur ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se më bëj musliman, i ka dhënë pasuri. E kur është kthyer te populli i tij ka thënë: "O ju njerëz, bëhuni musliman, pranoni në Islamin. Se unë e takova dikë që nuk lën njeri i varfër të ketë." Kjo është Islami. E mashallah, ne praktikus namaz falës, ama se do shta dikush në fakën e katë mbrenda pasurisë tonë, ne këtë e harojmë. Këtë harojmë. Edhe ndoshta ajo është i varfur për shkak teje, se ti hakun ati nuk jep. Ti këtë nuk e din. Andaj, bindu. Sa do që t'ja për shiruk të Allahut mirat të shtonë. Pasurin të shtonë. Nuk paksohet pasuria. E përfundojmë këtë ligjerat, me rastin më duket e kemi përmend, është përmend ligjerata shumë, kur një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhron sahabët të japin sadaka. Transmeton Omeri radiallahu anhu, një ditë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na urdhëroi që të japim sadaka. Tha, tash e kam shansën t'ja kaloj Ebu Bekrit. Tash ta e kam mundësinë t'ja kaloj gara duke bo punë mira. Tash e kam mundësi t'ja kaloj Ebu Bekrit. Tha, e mura gjysmën e pasurisë. Gjysmën e pasurisë, anë ke prasysh, i keni 1.500.000. E i gache. Nëse i keni 100.000, 50.000. Thot, e mura gjysmën e pasurisë, edhe shkova te Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Edhe më tha, qka solle o Omer? Tha, ja Resulullah, gjysmën e pasurisë. Po qka i la e familjes? Gjysmën. Tha, vjen Ebu Bekri. Vjen Ebu Bekri me gjithë pasurinë. Me gjithë pasurin, ha? Gjithë shka ka pas. I thot, Ebu Bekër, qka solle? Thot, ja Rasulullah, gjithë pasurin. Qka i la e familjes? Thot, u alash Allahin dhe i dërguarin. Besimin në Allah dhe në pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. E Omeri ka thanë, as njëherë s'ka me të ta kalu ty. As njëherë s'ka me të ta kalu. Ajo që u alash Allah dhe pejgamberin bindja imani i fort në Allahun dhe në pejgamberllukun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se është hak dhe se Allahu azza wa jalla ka më shpërbly. Talha radiallahu anhu kur ndëgjoi ajetin kuranor dhe ju çka do të shpenzoni, diçka që do të jepni ajo është për ju dhe atë do ta gjeni, kishte pasuri, pa i kishte bafçin kopshtin e tij, apo kopshti mirë në Medinë. Edhe shkoi te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, tha, ja Resulullah, tha, unë ndëgjova këtë ajet kuranor. Bindje, e dëgjova ajetin, nuk kryp puna. Ne ju ajetin, mia Kurane me na i vendu mbi kokë, bindje nuk na vjen. Subhanallah. Sa ajetit i dëgjojmë, sa hera ajetit na këndohet, na lexohet, ata vetëm që shpallë kanë dëgjuar, u kryp puna. Bindje në Allahun, tamam, iman, i cili iman në mungon. Ne i ndëgjojmë, i lexojmë, përkthim, lexojmë sen. Nuk ndikon. Zemrat tone janë gjendje të rëndë. Thot, shkova te pejgamberi se thash, ja Rasulullah, unë pasurisë kam, e dëgjova këtë ajet, unë kam kopshtin bafçën, du ta api fisebilillah. Bakhin. Çfarë fitore e madhe, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ty. Çfarë fitore e madhe për ty? Po thotë Talha, shpërndau nevojtarëve familjes tënde. Dhe u shpërndan hallëve tezëve Talha radiallahu anhu. Dhe kjo është argument se duhet të ndihmosh një herë në fillim kujt? Të afërmëve tu, nevojtarëve, fukarave që i ke për rreth teje si familjar. Vllai është uvujt, vllau fukara, s'ka. Qa që ka? Dy vllazën, njëna më se ka mërë në fakën jetë, që këtë dalojnë, se që është barkë nanës, kur fëmija i bon 40 ditë, me la që i vjen me e gjelin, kur do të vdese, me punën, me risku në fakën e ti, dhe a i gëzuma i lumëtur. Që kështë në fakën vetë, a i vllai vunë, mundohet i grati,
shkatrohet, ky jaranit është të ndihmu krejtve, vllajt jo. Pse? Po, ku të di diçka janë kapën me muhabete, kunatët, gratë, me zvete, maret je muslimanët që ka je. Linja të mos hynë fitnet të në mastrabalët e grave, aty ndihmoj vllaut tanë aty. Ndihmoj aty koshis, ndihmoj aty migjës, ndihmoj aty dajës që është në hallën dert dhe ka nevojë për ndihmë. Nëse me vërtet je dikush që do të ndihmojsh, nis në fillim për të afërve tu, se kështu duhet. Kjo është rregulla. Jo se nuk do të ndihmoj të tjerëve. Hamë në fillim duhet ti shikosh ata që ke për rreth teje si nevojtar, familjar, të cilët do të jenë mirënjohës dhe aq më shumë do t'i forcojnë lidhjet familjare me ty dhe aq më shumë do shtohet dashuria mes juve si familjar të afër. Lusë Allahu subhanahu wa taala që çdo sadaka, çdo lëmosh që epet gjatë këtij muaji të bekuar, Allahu kabul të bon. Lusë Allahu subhanahu wa taala që pasurinë e halalit Allahu t'u shton. Lusë Allahu subhanahu wa taala për atyre që kontribuojnë rrugë të Allahut natë ditë, Allahu të na bënë të vonë. Lusë Allahu subhanahu wa taala që kjo pasuri për ne në ahiret të dëshmon, e kundra nesh të mos dëshmon. Lusë Allahu subhanahu wa taala që na nxjerrët, na ringjallë faqe bardhë ditën e ahiretit kur do dalim para Allahut te bareke ve taala. Lusë Allahu azza wa jall që Allahu të vdekurit tan magfiret e rahmet Allahu t'i bon. Lusë Allahu që varret e tyre kopsh prej kopshteve të xhenetit Allahu t'u bon. Shtratin e xhenetit Allahu t'u ashtron. Prej xhenetlive ata dhe ne Allahu t'na bon Jannatul Firdaus me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu të na bashkon, të na takon. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.